Shkemër Arion. Ja ku jam. Dhe një herë të më kthesh ti, unë ja ku jam. Jo ku jam. Të dashur miq, mirë se vini në Trip Top për rreth 2 orë, do të jemi së bashku nga ora 18:00 deri në orën. Më mirë na hapje, po ta mendosh. Mund ta bënim edhe më mirë thua ti? Po mund të ishim. Apo nuk ishte kënga, ishte gjë tjetër. Ti di që kënga e parë që mbaj mendësh makinën e memorjes, nëse më thua një këngë që ti përmendesh makinën e memorjes. Ose ajo ku të kam pa më bukuri. Ja këtë se ditë makinën e memorjes. Meqense jemi tek makina dhe ju jeni në makinë, po ju thoj 18:00 deri në orën 20:00, pra nga ora 6 deri në orën 8 do na keni së bashku në Trip Top. Ariola Sheu, Arion Muça në mikrofon. Valët nuk po ju a themi se e dini shumë mirë, e keni të shkruar aty te makina juaj, ju që jeni në automjetin tuaj. Ju të tjerët që jeni në shtëpinë kanalin 10, paqim si jeni. Ndërkohë kanë dhe nga ata që na ndjekin vetëm në Instagram, e di ti? Po. Me zi pres më tha një vajzë postimet e Instagramit, i thash edhe pse s'na ndjek live, na ke live. Se nga që ju ndjek në YouTube tha. Shko, media ka ndryshuar, ë? Media ka ndryshuar. Sot njerëzit e zgjedhin ta shohin kontentin e vet në media që më së shumti. Po flas fare. Se di këtë gjë, mund ta diskutojmë në ditë tjetër, por që media ka ndryshuar. Edhe në Instagram mund të na gjeni, edhe në TikTok mund të na gjeni, edhe në shtëpi nëse doni adresën e Ariolës ju a them e ka. Jo, se. Man, ka dalë në stalker. Përshëndetje edhe një herë gjithë, ë? Jo, shishur zot. Yes, ka pas ndonjë kështu që të vinte lagje. Jo, zot faleminderit se i kam kështu si. I ke frikë, ë? Do të thënë, sa e shoh që në një për shembull nga njerëzit. Pra ku je ti, domethënë, nuk është se sa e shoh në një nga njerëzit që teprojnë shumë në Instagram i bëj blog, më thon drejtë. I bën blog po live, nuk i bën blog vetë ti. Si do afsh. Jo, deri tani më ka ruajt zoti. Të ka ruajt topi. Nga ruajt topi. Po, të ka ruajt topi. Miqëra fjala tek topi. Ne jemi në Trip Top si çdo të diel në orën 18 deri në orën 20 keni super muzikë, sikurse e kuptuat nga kënga e parë që e hapi programin e sotëm, do të dalemi në guarda në Poloni. Ja, në Bullgari. Në një, po, në Austro-Ungari. Do dalemi aty ku din gjithë shqiptarët me fol, për shembull gjuhën e tyre. Patjetër, në Kosovë. Po, flas kosovarçe. Në Itali. Në Itali do ndalemi, edhe pse jemi ndalë në fakt edhe më përpara në programin tonë në Itali, po Italia mbetet një nga destinacionet e preferuara për shqiptarët e këtu do ta pranojmë. Po dhe ky që kemi të ftuar në shqiptar është. Edhe ky shqiptar është që s'kishte nga të shkonte nga ky destinacion. Edhe pse na dha disa alternativa edhe më të bukura. Shikoj, me thënë drejtën, ky i ftuar tha unë si destinacion tha kam New Yorkun. I thash hesh. Gabim. Blendi sale e dogji këtë destinacion, kështu që zgjodhi në një nga destinacionet e mundshme që kishte vizituar një qytet shumë të veçantë të Italisë. Okej, në Itali. Është ndoshta qyteti më i veçantë ose më karakteristik. Shiko, fjala i veçantë e përshkruan më së miri këtë qytet të Italisë, sepse nuk thua dot më i bukur apo jo, sepse sa hyn tek gusto dhe shihet personale, po që është më i veçantë, është më i veçantë. Nuk mund mos të jetë një nga më të veçantë. Pra, besoj se e kuptua, gjithsesi janë realizuar kaq shumë. Veri. Po janë realizuar kaq shumë filma aty, sa e kanë bërë telefat fund shkret. Ashtu, ë? Po s'lance, PMC pa i shkuar. Patjetër, po është i bukur. Madje e kanë replikuar edhe në shumë shtete të ndryshme të botës, edhe në Amerikë është si shtet. Kush e kuptoi dhe kush do ta kuptoi këtë ftuar do të kemi ne, do ta kuptoj nga bioja. Nga bio, do t'i bëjmë bion. Bio, jo, si do ja bëjmë ne, ka bërë vetë. Jepi, bëja. Sepse neve kemi gjithmonë të ftuar një personazh këtu në program që na flet për udhëtimet e veta të preferuara. Që na frymzon edhe për episodin. Dhe sot personazhi thot në bio në Instagramit të vet se është një gazetar dhe një TV host. Madje bën tag edhe televizionin ku punon. Bukur. Nuk po e themi televizionin se zbulohet misteri. Po në këtë televizion punon ai. Okej, në këtë mëm të madhe, po. Si thot, është entuziast i politikës. Okej, pëlqen politika. Diplomacisë. I pëlqen diplomacia. Historisë. I pëlqen historia. Gazetar elbete dhe sportit. I pëlqen ka dhe sporti. Dhe më sa di unë madje në televizion e ka nisur me sportin. Me sportin, gazetar sportiv, po do ta pyesim pastaj, okej. Se ndoshta edhe ja fut kokën. Nuk duket shumë nga pamja, i pëlqen sporti. Kota fundit. Gjithsesi, po. Dhe së fundmi thot hero part-time. Pra është hero tek tuk. Se part-time tek tuk i bie. Çfarë ka shpëtuar do ta zbulojmë deri në fund të programit. Kush është ky personazh? E kemi intervistuar për këtë copës e heroi që ai ka qenë. Për heroizmat e tij. Ka qenë në terren, mbaj mend e kemi intervistuar unë e ti e kemi intervistuar nëse nuk gaboj. Me vërtet? Po, e kemi pas në emision. Si më fshi kjo memorie shumë. Të fshi kjo memorie, përveç se e kemi shok, e di që kemi shok apo jo. E di, këtë me siguri. Super. Kush është personazhi gjeni ju? Po vendin do ta themi?
Po Venecia u kuptua, një nga më të veçantë, apo s'u kuptua, thash unë. Venecia, u kuptua. U kuptua. Është i veçantë sepse është i vetmi që lundron. Është një qytet që lundron. Lundrues. Është një qytet që nuk është qytet në fakt sepse nuk i ka këmbët e prekura në tokë. Është një qytet lundrues si nëpër filma. Është një qytet i vendosur dhe i lagur nga Adriatiku që përbëhet nga 118 ishuj të vegjël. Mini ishuj, po, të cilët janë të lidhur një nga një apo dy nga dy me ura nëse nuk gaboj. Me ura të ndara nga rreth 170 kanale dhe më i madhi është Gran Canal. Gran Canal, te Gal Canal. Nga i bie nga Kanali Mov. Po, Kanali Mov. Gjithsesi themelet e ndërtesave janë ngritur mbi mira shtylla druri, të cilat janë të zhytura thellë në balt dhe me kalimin e kohës janë forcuar akoma dhe më shumë nga mungesa e oksigjenit arion, por edhe nga mineralet e ujit. Domethënë nuk ke tund asgjë. Pra le të themi një qytet që gati fluturon mbi ujë. Kjo do të jetë apo ky do të jetë qyteti, kjo do të jetë tema për sot. Venecia do të jetë kryefjala. Qëndroni me ne, pas pak do të afrohet edhe do të vinë në studio apo shafruar. Ndoshta është dhe afruar. I ftuari do të jetë, mund të jetë edhe këtu rezonanca e tij ndihet, do të jetë këtu, por ne do të vazhdojmë me informacionet përpara se të kemi mundësinë të bashkë bisedojmë me të dhe në këtë mënyrë të zbulojmë çfarë turisti apo çfarë udhëtari është. Po duhet ta themi edhe këtë Arion para se të ikim, kënga që do ndjekim tani quhet Piazza San Marco dhe është realizuar në Venecia nga Analiza dhe Marco Mengoni dhe i dedikohet pikërisht, domethënë një dashurie të zhvilluar në Venecia. Kjo këngë duhej për hapje. Jemi rikthyer përsëri së bashku të dashur miq, kam fluturuar këto minuta me muzikë të bukur, ju që po na dëgjoni në radio, jeni duke shijuar, çojeni në maksimum radion tuaj, jo tani që jemi duke folë, sidomos jo kur flet Ariola se ka zërin goxha akut. Metalun, goxha akut ju thyen xhamat apo gotat. Ka më shumë ndërsa, po e di. Zëri im natyral është quhet Z metal. Z metal, po zëri im natyral quhet Z flori. Floriri. Bravo Didera, unë e shkreta. Po, çka, metal është edhe flori. Thjesht është pak më i çmuar, vjen keq. Por i çmuar është edhe vendi për cilin ne po diskutojmë, duke qenë se daton që nga shekulli 4-5 Arion. Po flasim për Venecian, ju që jeni lidhur vetëm tani në Trip Top. Ashtu. Subconscious sapo foli kur rregullove syzet. Në lidhje me batutën që sapo bëra. Ja brak shumë. Ne, është regjia, jo gabim regjia. Gjithsesi u vendosën njerëzit aty në lagun për të shpëtuar barbarëve pas rënies së perandorisë romake, histori interesante kjo dhe me kalimin e kohës u shndrua në një nga fuqitë më të mëdha tregtare dhe në fakt pasuria e vet u reklamua dhe në arkitekturën shumë të veçantë që ka qyteti. Absolutisht, një nga qytetet më të bukura që kam vizituar ndonjëherë, por është i bukur pak ditë. Unë kam tentuar të çoj njerëz edhe në pak më shumë ditë në Venecia, miq të mi të cilët kanë dëgjuar ato të themi këshillat e mia për të shkuar në Venecia dhe kanë tentuar të rinë shumë ditë. I kam thënë që më shumë se 2 ditë në Venecia, 2 nete dhe 3 ditë në Venecia nuk ke ç'të bësh. Dhe te ditë e dytë më thonë, "Ore, ç'a më bë tani, ku më shku se Venecia është vërtet shumë e bukur, por është edhe shumë e vogël dhe e lodhshme njëkohësisht për ta vizituar, se siç ti e the, janë kanale, janë ura, nuk ka makina." Nuk ka makina, por mjetet transporti ka. Në ujë, patjetër. Po. Ka edhe vapore, domethënë vapor të vegjël ose gondolat, po ato përdoren për arsye. Ka disa mjete transporti, vaporetot që ti quhen janë autobusët e Venecias, pra mund të shkosh nga një anë në anën tjetër nëpërmjet vaporetos. Thjesht lundrojnë. Po, lundrojnë. Taksit janë shumë të shtrenjta, taksit e Venecias janë ndër taksit më të shtrenjta në botë, pra nëse mund paguash nga aeroporti për Venecia Centro, që është jo më shumë se 20 minuta, 25 minuta me taksi ujore, mund paguash edhe 400 euro. Po pra, është shumë shtrenjtë. Po, në me tren paguam 5 euro. Për shembull. Unë si kam shkuar gjithmonë? Përfitoni me tren. Me tren kam shkuar. Popullsia në qendrën historike të qytetit shkon diku ke 50-60.000 banor. Arion, por numri i turistëve që vizitojnë çdo vit i kalon 20 milion. Pra ata që të vërtet janë 50.000, po imagjino se sa. Në gjithë le të themi zonën metropolitane shkojnë diku ke 250 milion mijë banor. Mirë banor, po, mi banor. Kështu që është një zonë dhe një qytet i mbrojtur nga UNESCO. Edhe pse janë shumë pak banorët që flen gjatë gjithë kohës në qytetin e Venecias, pra në Venecia Centro, janë shumë pak ata që flen, në përgjithësi të gjithë ata që banojnë në Venecia shkojnë në zonat limitrofe, quhet në italisht, pra zonat dytësore të Venecias, dhe ata marrin vaporeton për të rikthyer në shtëpi, sepse në këto zona dytësore ku ka pak më shumë tokë, përdorin dhe makinat. Pra janë ambiente që kanë dhe makinat për të përdorur. Gjithsesi Venecia njihet edhe si vendlindja dhe frymëzimi i një artisti të madh, sikurse është Vivaldi. E di që mendova thash të vë një Vivaldi, po thash, mos duket e çuditshme kjo për në radio. Thua Vivaldi?
Nevra Sevura. Se di. Po mund të themi që është mbrojtur nga UNESCO Venecia? Mund ta themi. Po, një nga qytetet siç kemi ne edhe gjëra shumë të bukura të mbrojtura. Si Gjirokastra jo. Po, të mbrojtura nga UNESCO, është një individ që ri aty edhe shef Venecën gjatë gjithë kohës, kur tip shumë thonë gjë për Venecën, i thotë, jo, kjo është mbrojtur nga UNESCO. Na vjen keq. Por le të flasim për me UNESCO. Për një nga elementet që karakterizon Venecian e rënë, që janë maskat. Maskat shkodrane. Ti e di? E di ti? Maskat e Venecës janë. Ose jo prita për kështu. Jo, nuk e di. Jo, nuk e di ti. Ma thuaj. Po, ja, regjia joni bën ato maska. Regjia. Një nga familjarët e Denisit, po e përshëndesim Denisin që është një nga çunat e regjisë. Më të mirë që kemi ne. Po e ka regjia tani ai djali aty po. Ka një nga familjarët e vet që është një nga ata ai aty, bravo, një nga ata që prodhon maskat për Venecën dhe kjo gjë nuk ndodh tani rishtazi. Venecia ka shumë kohë që i bazohet manufakturës shqiptare për të realizuar mrekullitë e veta që shiten dhe shkojnë në të gjithë botën. Dhe në fakt është një simbol shumë i fortë i Venecias, maska që lidhet drejt për drejt me historinë sociale të vendit dhe pjesën kulturore, sepse fillimisht nuk ishin vetëm për festa, por ishin edhe për të fituar një liri sociale. Domethënë maskoheshës të njëjtë njëri dhe s'kishte rëndësi çfarë klase i përkisje. Po më e famshme dikush është nga maskat. Është ajo doktorit. Maska veneciane, doktorit. Normal se me murtajre, me Covidra ta saj kohë. Është po që përdoret edhe në për orgjitë e mëdha në veneciane. Po, ajo maska, ishte maska aty të fortit. Do psi për këtë temë? Jo, thjesht jam kurioz, i lexoj. Festa e karnavaleve dhe maskave u shpik para shumë viteve ku njerëzit shkonin pa dallim klase, vendosnin maskat dhe shumë histori dashurie kanë mbetur të maskuara. Pra s'kan ditur kurse me kë kanë shkuar, çfarë kanë. Ata zhvisheshin, po jo nga maskat e tyre. Hiqe maskën e madhe shti. Ishte. Gjithsesi kritika edhe ndaj pushtetit bëi pa frikë Ariona, si ishte maskuar, imagjino. Kishte 3 lloj maskash. Maska quajtur bauta ose bauta, e të mërvesh, mbulonte fytyrën dhe të lejonte të flisje pa zbuluar identitetin. Moreta është një maskë elegante për femrat dhe volto është maska klasike e bardh, po. Pra maska në Venecia nuk ishte vetëm një dekor, por ishte një formë për të jetuar i lirë. Status për të jetuar diçka dhe dashnori i famshëm i Venedikut kur shkonte në ambientet të dashura të veta dhe ai përpara se të shkonte fizikisht brenda jo të dashurave, po dhomës, mbante maskë, se mos. Si jetonin njerëzit dikur, ne tani ke vënë re. Nga çatia në çati me maskë për të dashuruar, A kemi kuti themi dhe kostot? Nuk e di, regjia sa kohë kemi? Do kishim qejf të ndanim edhe kostot me ju edhe po 2 minuta, thot kostot e avionit. Ja, ishim ja 2 gjëra. Për shembull, bileta e avionit shkon diku ke 40 euro më lira nëse në avans, po. Edhe më lirë. Ne kemi marrë mesatare, po aktualisht nëse shkoni aktualisht është 14 euro, sepse më del gjithmonë reklama që thotë vizitoje Venecën me vetëm 14 euro. Po, ai 14 euro s'ka për vaj deri 20 euro i kisha kapi bilet për Rom. Shiko mua, 14 euro, ne shkojmë në mëngjes në Venecia unë e ti. E pimi kafe në Mestre, se në Venecia s'ke buxhet me pi kafen, se kushton shumë edhe 40 euro një ulme, po me një 50 euro unë e ti ham në Mestre, është aty afër me tren, shkoj me vim, po. Me qëra fjala ke Mestre, duhet të flini në Mestre, jashtë Venecia, sepse mund të kurseni deri në 50%. Edhe më shumë. Po, ata që të më thënë duan me kursy. Dhe akomodimi gjithsesi mbetet shpenzimi më i madh kur vjen puna ke Venecia që të merr diku ke 45-50%. Nëse qëndroni më shumë se një natë, patjetër që mund të flini jashtë Venecës, dhe është Mestre pikërisht është një qytet që është realisht aty afër, as 20 minuta me tren, po nëse flini më shumë se një natë, unë do këshilloja të gjithë ata që nuk kanë shkuar në Venecë dhe nuk kanë fjetur të flenë në Venecë, sepse bukuria e Venecës është edhe kur zhduken turistët. Mbas orës 7:30 të darkës në Venecia nuk ka më qytetar dhe nuk ka. Do të thënë nuk ka, është kështu sikur aron tamam mortaja. Dhe aty ju filloni dhe shihni rrugica, ngjyra, gjëra që nuk i shihni të dot me aq shumë turistë. Ushqimi Arion sa lek shkon? Ushqimi. Njerëz sa shkon, se më pëlqen kjo hoteli më i shtrenjtë në Venecia, sa shkon. Hoteli më i shtrenjtë në Venecia do ju a themi mbas reklamave të dashurisë, regjia na thotë duhet të dëgjojmë këngën e radhës që është edhe kjo e përzgjedhur. Jo, pastaj kemi të ftuarin. Kush i ftuari? Po i themi atëre çmimet gjërat i themi në fund të emisionit. Hajde, kthemi pas pak. Përsëri së bashku të dashur miq në transmetim, Ariola Sheu ishte ai zëri bukur, ajo vajza që pat ju që po na ndiqni në kanalin 10 apo në
Ju që po dëgjoni zërin, Ariola Show vazhdon të jetë ajo që po këndon. Po, pasi pa çmimet e hoteleve në Venecia u frymëzua për jo një natë, po për plot 5 net në Venecia, sa kushton? Vetëm për 8.999 euro. Seriozisht e ke? Po. 9.000 euro? 9.000 euro një natë? Private room me një bed. Me një bed? Po, me një krevat, 0.7 km larg qendrës. Sa? 0.7 km. Në qendër është. Pa 700 metra. 700 metra. Shiko, ky është rasti konkret që gjua angleze i bën si thuhet, e respekton çmimin, se është tamam bed. 9.000 euro për të fjetur në Venecë. Sa shkon më i liri? Flet poshtë urës kryesore të Rialtos. 9.000 euro nuk i harxoj. Sa shkon më i liri, që është 10 kilometra te stacione Mestre, 10 kilometra larg qendrës. 40, 50, sa? Sa? 100? 54, okej, mirë. Tu do kisha fjetur unë 100%. Se është vend i bukur për ta vizituar dhe shoqëri që na bëri mbar ky i ftuar që ta trajtonim këtë qytet. Na çoi në Venecia, pasi e ka vizituar disa herë, sepse me sa di që në kohën e romakëve ti shkoje apo jo, ishte Sot me ne Joy Malsia. Joy, mirë se erdhe në programin Trip Top, një udhëtar i shumë viteve, ku s'ke qenë më Joy, çapo kështu. Shumë dekada. Faleminderit. Tani më shekuj. Në thirrët. E kënaqësi e veçantë Joy që të kemi në studio. Faleminderit që e pranove ftesën. Ulnim, po unë them ta ngrëm pak. Çfarë bëhet? Se e shqetësoni të ftuarin ton i dashur autor programit. Afro dhe pak. Ja, se këto gjëra i lam ti bënim transmetim, prandaj po. Gjithsesi e kemi Joy sot të ftuar. Joy ne e tham që në fillim të transmetimit që me shpirt ti kishe zgjedh New Yorkun. Me shpirt. Po e kishte zënë Blendi. Shkur vje vonë, në stimit. Pse New Yorku? Në thirrët vonë. Pse zgjedhë New Yorku? Se ne mund të flasim për çfarë të duam, thjesht morëm si fokus Venecën. Po jo, më flasim për Venecën. Jo, flasim edhe për New Yorku. Pse zgjedhë ti New Yorku? Po New Yorku ka qenë një pasion i madh që u kam qenë i vogël, domethënë fëmijë. Amerikan total, kultura amerikane, basketbolli. Po dhe ndikuar dhe nga kultura popullore amerikane, sportet, domethënë politika amerikane që ka qenë gjithashtu një fush interesi. Ti ke qenë në një nga intervistat që kemi bërë bashkë aso kohë te Kora, ke fol për shumë për politikën amerikane, mbaj mend, po. Po besoj mund të ketë. Jo beson, po të mbaj mend tu, nëse ti si e mirë me memorien jam unë. Pra ti ke një dashuri 360 gradë për kulturën amerikane. Për po dhe do iki prap pas një javë. Do shkosh në Amerikë. Do iki prap. Lumsi ti. Sidomos tani që janë ulur biletat. Në New York sepse të pëlqen dhe do ta vizitosh për kënaqësi apo edhe për çështje pune? Martohet një shoqja ime në Connecticut. Martohet me ty apo martohet me dikë tjetër? Jo, martohet me një amerikan. Edhe ajo shtetës amerikane. A ke një shoqë amerikane? Me trashëgime Joy. Të ka kompensuar në një lek në një gjë apo zoti nga xhepi? Jo, i paguaj ta vetë, do i bëj edhe dhuratën, kështu që. Shiko, këta amerikanët janë shumë të çuditshëm. Amerikanët të ftojnë realisht në përvendë në lokacione në përdasmat e tyre, se më ka rastisur të shkoj edhe në një dasmë amerikane. Në Kapri më kanë ftuar mua dhe nuk mbulonin asgjë. Hotelin vet, unë i shkreti, atë vet, rrugën vet, gjitha vet. Po tani do ta respektonim, çfarë do bëni? Po ç'e respektosh ai? Ka shumë miq që më presin krah hapur në Amerikë, kështu që nuk do të jetë. Domethënë çfarë do kapësh qyllësh pyetja? Jepi. Nuk do kap asgjë. Po ç'si të pres? Ne kemi zakon që respektin e Nuk e konsideron. Nëse flesh në shtëpi shoku do i lësh lekë hotelit, çfarë do bësh? Po pse këtu është diskutimi? Shikoj, ne jemi dy tipologji të ndryshëm udhëtarësh. Ajo është zonja luxury, un jam zotria cheap. Pra un jam zotria që po të ketë mundësi realisht edhe poshtë urës dhe ato lekët nuk i harxoj. Prandaj po të ngacmoj. Jo nuk tallem si je si udhëtar. Je një njerëz që harxon apo je një njerëz që kur ke mundësi të kursen? Shiko, në pjesën e turizmit, pas shumë dekadash që kam kuptuar që ca gjëra, domethënë, mund të kursen në funksion të bërit ca aktiviteteve që realisht Ku kursen atë? Ku kursen? Tek ujë pish. Pra pi ujë çezme, në Amerika tap water, kështu që atë konsumon. Po përtej shakave, domethënë ca element përfshirë dhe ujin që është bërë çështje dhe diskutim në forumet turistike, ka element që mund t'i
kursesh për të patur një buxhet balancuar. Po të ngacmoj. Biseda në Triptop kjo është dhe thelbi nuk është mendoja mos Venecia, edhe pse do t'i rikthehemi padyshim Venecias. Te hoteli kursen? Pra është një nga gjërat që mund të tolerosh edhe nëse s'është shumë afër, shumë i bukur, shumë komod, mëngjesi spektakolar, ku dëgjon. Këto elementet që veçojnë hotelërit. Te hotelet është e mirë të gjesh një gjë ndërmjet, nëse po ndet dhe ke fshati ngjitur, domethënë do i lesh me taksi apo. Do i lesh me taksi, okay. Para, kështu që një destinacion i ndërmjetëm është zgjidhja më e mirë. Pastaj tek aktivitetet mendoj unë që nuk duhet kursesh, pra tek eksperiencat që ofrohen vetëm në një vend të caktuar, më mirë shpenzoj ato para, se si shton dhe këto shprehjet në internet. Harxhoje parën, mos kursen, nuk vlen një kursimtar. Por shansi për të kërcyer në të 20-tat e tua. Aq që të 22, 23. Kështu që ti shkon në Amerikë, mundohesh të mos të kursesh në disa gjëra për të krijuar eksperienca që mund të jenë muze, që mund të jetë, ku diun, zona të caktuara që kanë pagesa për të bërë, por nga ana tjetër thua, nëse ha një slice pizza nuk është problem, thua ti, nuk ka një darkë 100 euro, 200 euro. Nuk është fare problem. Po shiko, muzet dhe aktivitetet tjera në Amerikë nuk është se kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Dhe një gjë që më ka bërë përshtypje tek Muzeu i Historisë Natyrore nuk është që kishte një vlerë fikse që duhet ta paguaje. Varësisht. Domethënë kur shkoje tek sporteli, të shipi njerëz tash kështu zgjati. Ishte 80 ishte me vërtet diçka që më ka lënë përshtypje në funksion të shkencës, ai thoshte që mund ta vizitosh dhe falas. Mund të paguash sa të duash, rekomandimi jonë është $35. Do të thash okay, do paguaj $35. Se të vurin sedër? Jo, se më vurin sedër, vlerësova faktin që po të doja dhe s'pagoja fare për një person që ndoshta s'ka mundësi. Çfarë bëri përshtypje kur e vizitove për herë të parë Amerikën? Përshtypja filloi që në avion, domethënë Skyline i New Yorkut duket që sapo. Mirë, nuk u përplasët ju. Por jo. Okej. Ishim nga këta paqësorët. Më bëri përshtypje madhështia që ishte po aq e bukur sa në ekran. Më bëri përshtypje që ndihesh shumë i vogël, domethënë në krahasim me Tiranën tonë që dim ku është spitali, ku është ajo, ku është njëra, ku është tjetra, atje me të vërtetë që për shembull kur bisedoja edhe me shqiptar, nga që është një komunitet vend përgjithsisht i madh, edhe për të takuar me miqt duhet të lije një takim 2 javë përpara, domethënë dhe kjo pjesa e distancave, e volumit që kishte qyteti, zhurmës, rrëmujës, por gjithashtu dhe bukurisë. Në Amerikë është sikur takosh Ariola Sheun. Duhet të paktën 2 javë para. 2 javë para. Por edhe distanca fillon e kam diskutuar këtë si koncept para shumë kohësh, më duket se në Blendin e prekëm si gjë. Fillojnë distancat dhe koha ndryshon në varësi edhe të vendit ku je, sepse ti në Shqipëri kur thua do iki 1 orë larg, mendon Durrësin. Apo jo, vajtja ardhje në Durrës, nuk do ta shkoje kur, mendoj unë deri në Durrës për të pirë një kafe për të takuar 10 minuta një shok. Në Amerikë është apo në New York të bësh një orë në metro është okay për shkuar për të pirë një kafe. Nëse e pushim po paramendoj një person që punon 8 orë, ka 2 orë commuting, siç i thon, vajti 10, jo do vinë në shtëpi, do lahet, do ushqet, pra po sa vjen edhe reduktohet, kështu që mbetet edhe koncepti ka ndryshon. Nëse e pushim pastaj siç ishte. Ti e kishe luksin, kishe luksin, ti vizitoje Bronxin ku është komuniteti shqiptar, po do flasim pak më vonë, edhe pak momente besoj për Amerikën se do të rikthehemi Venecias. Në këtë moment e shkëputemi, kënga e radhës është po prapë për zgjedhur. Na mori muhabeti kështu. Po na mori. Nuk na mori lumi shiqyrozot, se në Venecia nuk ka lum, ka vetëm det, por që pas pak ka laguna, më saktë, pas pak do të rikthehemi Venecias. Ne shkëputemi tjetër këngë dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me Xhoe Malsia, një gazetar po edhe një mik i yni, i cili po na tregon për eksperiencat e veta. Jo, një sekond, të lutem. Entuziasti politikës, diplomacisë, historisë dhe sportit, hero part-time dhe gazetar dhe prezantues. Jemi live. E Top News. Po, jemi live në transmetim. Kë ke shpëtuar? Është formë ironie, nuk është se kam shpëtuar. Hapse është ironik kjo? Në ironik kjo?
Si hero ti? Çfarë ke hartu sot? Për heroin të morë. Heroi fjalës lirë. E gjeti dhe zgja, gazetari duket. Ka qenë në terren asaj kohe kur përsoi një dhunë nga shteti, ne mban mend që ta arrestuan, çfarë të bën atëre? Te neve erdhe rretheve. Fatmirësisht për te shakas. Që janë këto njolla të murme. I ka mundur në gjyq dhe pres shkallën e dytë, domethënë që. Aha, do marrësh në lek? Do marr dhe para që të vënë mend. Ashtu dhe. Dhe këto do t'i harxojmë në New York. Po në New York. Nuk diskutohet dhe udhëtimi i radhës. Po s'dihet kur vjen gjykimi për shkallë dytë se këtu. Po jemi shumë ne. Jemi shumë, kështu që duhet kohë. Gjithsesi, Joy, duke u rikthyer ke biseda jon se është më e rëndësishme se sa këto gjë. Më e rëndësishme se politika, thua ti, patjetër, patjetër. Gjyqi jot me thënë drejt, nuk kemi ardhur të çajm halle. Ne bëjmë shaka. Mirë, prija apo jemi live? Se live jemi? Live jemi. Do flasim pak për Italinë. Dhe në fakt do flasim edhe për situata të vështira që ke kaluar ti në Itali. Na tregojnë çik për historinë më të merruse që ke kaluar në Itali. Shiko, nuk kam kaluar keq në Itali, se dinge doli kjo. Në Itali kam pushuar edhe gjatë kohës së koronavirusit, për shembull, Sa ke ndonjëherë? Sepse gënjeva në përballë autoriteteve, bëj shaka. Si bën shaka? Gënjeva jo tani apo? Gënjeva për gjysmë. Okej, çik. Është e bardhë. Do bëja një vizitë për alergjitë që kam, edhe fal motiveve alergjike. Shëndetësore mund t'u thoja, mi po unë s'po vdis, kështu që shfrytëzova këtë gap të legislaturës, po çmimet e lira, njerëz s'kishte qytetet për vete, kam kaluar shumë mirë. Pa ma të shtije pa fund, sa ndenje? Mund të kem ndenjur 2 javë. 2 javë në Venecia. Po sepse un kam pasur jo në Venecia, unë ke qenë Jezolo. Pranë të afërmve të mi, që jetojnë atje prej vitesh. Vërtet? Po. Zona? Në afërsi të Brescias, edhe Bergamo. Po, veriu i Italisë, domethënë. Mirë, se Bergamo Venecia nuk është se janë shumë afër. Pavarësisht se jo, është diçka 3 orë. Okej. Me makinë ose me tren, po ka dhe kompani të ndryshme trenash, ato që i paguan më pak të shojnë për më shumë orë, kjo. Ata do merja unë, shpejta, që mos i bëjmë reklam Frecciarosës, po. Po pra shigjetë ku se na ndjekin ata pronarët e Frecciarosës, po. Pra ke vizituar Venecën disa herë apo vetëm një herë? Jo, në Venecia kam qenë një herë sepse përpiqem që sa herë shkoj në Itali të shoh një qytet të ri, edhe kam parë goxha. E ke vizituar jugun e Italisë? Në jugun e Italisë e kam vizituar Sicilinë. I vajte. Po do të nga Sicilia. Në Sicili ka dhe komunitet arbresh, kam qenë dhe atje. Në Piana degli Albanesi? Po, ka shqiptar që flasin një shqipe pak vështirë për ta kuptuar, po dallon, po themi, një pjesë të vështirësive. Është një shqipe e makaronizuar. Po, që është ka mes fjalë dhe italisht. Një italisht të vjetër. Okej, po të marrësh parasysh gapin kohor që është 5 shekuj. Goxha e kanë mbajtur, po. Mirë që kanë mbajtur daq, domethënë. Po traditash prezente. Ne kemi brez të dytë emigrantësh në Greqi ose në Itali që kanë harruar të flasin kështu. Po dhe brezi i parë ka harruar. Okej. Edhe brezi i parë mbas 5-6 vitesh atë se flas shumë mirë shqip, më fal ke 25 vjeç. Kur komunikon, po kur fletesh që kanë goxha ngjashmëri dhe me kulturën tonë të ciellit. Në çfarë gjuhë flisje? Më fal, ndjesë pyetje fundit. Në shqip. Italisht jemi së shumë e mirë. Po kuptoheshit. Kuptoheshin. Ta marr fjalën. Po, ndjes. Po, ndjes. Thonë që jugu se un po bëjmë gati të shkoj në Napoli. Ta kam thënë që të shkoj në Napoli. Të shkoj në Napoli edhe më kanë merruar edhe më kanë thënë që është një vend i rrezikshëm. Në Napoli kam qenë dhe s'kan gënjur. Shef, ti ja, situata vështira aty. Tregohet tani këtu për publikun. Napoli është shumë qytet interesant. Pse? Por shumë brutal. Për shembull, kur vajta në fillim në Napoli, po mundohesha të gjeja një vend për të lënë makinë, dhe më fut një napoletan kështu në dritare. Është lagja ime, tha, dhe duhet t'japësh lek për mua, kështu që euro sa të dha, sa i dhe? Nuk i dhash asnjë lëvizat. Për ndryshe të vjedhin makinën. Ta marrim. Ka eksperienca si këto, kur blem një paketë cigare në market, na hodhën një shishe qelçi nga lart. Pse?
Se ishim në Napoli. Se jemi në Napoli. Se nuk ti jepje funksionojnë. makinës në Napoli ishte një më keq se në Shqipëri. Ti e more me qira, preferove të me? Jo, e vodi. Sa zbriti në aeroport i doli Napoli lejohet. Pjesa e bukur e udhëtimit ishte se ne erdhëm nga Durrësi mbari në makinë, nga bari në Sicili, nga Sicilia jemi ngjitur lart në Napoli, pam Positano, pra e keni marrë u kthye në të njëjtën makinë? Po. Çfarë fati. Do të thënë nuk e ke ndjerë si zonë të sigurt. Shiko, që unë ndjeva i pasigurt, jo, se jam burra. Ke burra këtu, ke hero part-time, ke heroj part-time. Që ishte që të shqetësonte si situatë, do të thënë, japin motorit në rrugica me 80 orë, tash që së çështje frike, por kur e shikon si element, domethënë. Pra, edhe ti që je një gjysë heroj, mund të pësoj edhe diçka. Biseda po bëhet shumë interesante, po i shkojmë rreth për qark globit, edhe Italisë në këtë rast, sepse folëm gjatë e gjerë për Italinë, do të rikthehemi pas pak pikërisht me Xhoin për të folë më në fund për Venecian. Për Venecian i rikthehemi, kemi dhe të bloqe të plot. Kemi dhe të bloqe të plot, kthehemi pas pak. This is a mess. E kemi italisht fokusin Ariel Lascia, nëse se ke kuptuar në Trip Top në këtë episod që prej orës 18, po e kemi fokusin tek muzika italiane, sigurisht që ta bëj që kemi të Joti ta bën këtë, jo bota, eksakt, jo bota. Jemi në gjuhën italiane sot, fokusin aty e kemi patur të paktën tek muzika dhe tek informacionet që kemi ndarë së bashku me ju. Çfarë pati ore? Sa shpejt hyni live. Direkt, presim ne, kemi me ngut. Sepse do të fitojmë kohë në fakt për të folur për udhëtime. Xhoin, çfarë udhëtari je ti? Je personazh që eksperimenton, që të pëlqejnë aventurat, që të pëlqen rehatia, që të pëlqen kur tha Arioni luksi, çip lëku. Je ajk apo je? Më pëlqen aventura, domethënë. Po pse po qesh? Jo, nuk e di çka ka jo, është dita sot, nëse pëlqen aventura në kuptimin e zbërthimit të një destinacioni, edhe nga njerëzit, nga të papriturat, nga zbulimi i restorantit të mirë, një aktiviteti që s'e ke bërë më përpara, domethënë. Si zbulon ti këto Xhoi? Hulumton? Bën një research të mirë para se sa ta vizitosh një vend të caktuar? Zbuloj duke biseduar me njerëzit që jetojnë atje, qoftë njohur ose të panjohur. Domethënë nuk ka dhe në disa raste zgjedh dhe destinacione ku e di që kam miq ose të afërm për një eksperiencë më ndryshe, autentike, thua ti, dhe jo tipike turisti. Shiko, hiperturizmi, pra masiviteti i turizmit ka bërë që shumë gjërat mos tingëllojnë, për shembull si në Itali ose Greqi, në vende të caktuar, domethënë. Pra mos ta ndjesh tamam origjinalitetin e një vendi, do thuash. Po marrim Italinë, si me qenë se po flisnim, po marrim picën që kanë ushqimin e tyre, identifikues, po. Për shkak të kapitalizmit, do të thonë, detyrohesh merr një punonjës nga lindja e largët që nuk kam asnjë lloj paragjykimi, por e humbet autenticitetin e gjës, merr një shërbyes që nuk është italian, domethënë merr për shkak të nevojës për t'i kënaqur miliona njerëz që vinë, humbet disi e identiteti, po nëse gërmon nëse formula e mini diskutim, po nëse formula e picës, pra receta është gjithmonë ajo, e bër nga një djalë nga Bangladeshi dhe i bër nga një djalë nga Napoli, mendon vërtet se ndryshon? Ndryshon sepse është ajo batuta gjatë servirjes, ajo po themi e shija e popullit italian, pra ka shumë elemente, energji, kultura e gatimit që italianët e kanë. Të përpiqesh nuk e replikon dot, domethënë. Pak më përpara na tregove që kishe marrë makinën për të shkuar në Bari dhe pastaj për të vizituar. Do të thotë se ty të pëlqen më shumë të lëvizësh me makinë dhe të vizitosh disa vende, apo para pëlqen avioni dhe direkt në destinacion? Me makinë jam përpjekur disa herë të bëj ture, për shumë Ballkanin e kam bërë me makinë. Jugun e Italisë është shumë e bukur me makinë. Jugun e Italisë me makinë. Vjet bëm një ishull grek me makinë, do deri në Athinë ishullit. S'po ja kujtoj emrin, është nga këta të rinj dhe mua më shijon shumë udhëtimi me makinë, domethënë. Ti je shoferi zakonisht apo pasagjeri? Jam shofer dhe mund të më lësh 10 orë
me një pije energjike dhe nuk pyes, domethënë. 10 orë ka arritur deri në Kroaci nga Shqipëria. Po, kaç mund të bësh në 10 orë pak a shumë? Kroacinë e kap. Po, turin Ballkani ishte i shtrirë në 8-9 ditë mos gaboj dhe pash Malin e Zi, Kroacinë dhe Bosnjën. Këtë e bën për shkak se të pëlqen aventura me makinë apo se në fund fare bën dhe një rezume kostosh edhe të del ndoshta edhe më lirë dhe më bukur të udhëtosh me këtë mjet. Nuk të del më lirë. Po nëse je 4 veta del. Nuk të del më lirë për shkak të tolleve, për shkak të amortizimit, për shkak të shumë elementeve dhe karburantit, sigurisht. Pra mund prishet makina. Nuk është çështja shkon më lirë, se për shembull unë në Athinë shkoj gjithmonë me makinë, në avion është më lirë, do të shkosh deri në Athinë me makinë, duhen 400-420 euro. Do kërkosh ta ngasësh ti avionin. Thash, mundem se më pëlqen, shijon shumë. Është më shumë tripi që të shijon, domethënë makina në udhëtim është si ato ekskursionet që bënim ne kur ishim të vegjël. Që të pëlqente autobusi. Zakonisht Gallata më e madhe bëjnë autobus sesa. Edhe nuk e di, kam një dashuri të veçantë për udhëtimet me makinë. Kush është destinacioni më i largët që ke shkuar me makinë? Mund të jetë Kroacia bërë me distancë. Ose jugu i Italisë, sepse domethënë nga Durrësi në Bari, nga Bari në Sicili, nga Sicilia në Napoli, nga Napoli prapë në Bari, domethënë mund të qenë 3500-4000 km. Me 3500-4000 km se ke bredhur Europën. Lëvizjet e brendshme që nuk janë të pakta, domethënë. Si udhëton? Më fal, duhet të jetë 2500-3000. 2500-300. Okej. Si udhëton? I shoqëruar vetëm apo me kë udhëton? I shoqëruar vetëm me partneren, me miqt, me familjarët? Kush është udhëtimi tipik i Xhoit? Me të gjithë elementët që përdore, besoj se partnerja ka vendin e vet, miqt kanë vendin e tyre. A identifikon lokacioni kë merr dhe kë ke në krah? Si ta mund ty? A veçon një partneritet apo një tjetër? Jo, po varet çfarë do shkosh bësh në Paris, se mund shkosh edhe me shokët. Nëse shkon për një tipologji Parisi, bëhet biseda, pastaj zgjidhet vendi, nuk është se zgjedh vendin edhe pra sipas vendit dhe ku vendi, Udhëtimi më i largët jo me makinë, se sigurisht të këtë na i the, po udhëtimi më i largët ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, në Amerikë edhe kam qef shumë vende egzotike, koha nuk na premton shumë, nuk është ai çështje parash sa është çështje kohe. Të po na thua që je i pasur. Jo, po them që më shumë ka shumë para dhe ne skemi. Jo, nuk po them këtë. Pra ti mund të shkosh ku të duash. Para mendo për shembull Japoninë që ti ke qenë, dua shumë të shkoj. Me ta 3 nisem unë. Nisesh, po unë jam punë. 3 qershore ke fjalën. Unë jam punë 3 qershore. Dhe do të thënë është mirë që të bëhen si udhëtime në një periudhë tjetër përveç verës, edhe nuk e gjen atë kohë. Do të thënë nëse ti do zgjidhje një destinacion për ta vizituar, le të supozojmë një situatë ideale ku parat nuk janë një problem, koha nuk është një problem dhe mundësitë nuk janë një problem, ku do shkoje? Azia më ka tërhequr gjithmonë. Kuba është një vend që do doja shumë të shikoja për shkak se. Në thuaj dhe të tretin dhe pastaj do të pyes pse. Azia, Kuba, ndoshta Meksika me një lloj kurioziteti. Gjitha vende ku ka bukurinë natyrore. Edhe ushqim. Edhe ushqim. Kthehemi pas pak gjithmonë me të njëjtin të ftuar. Rikthehemi në studio, jemi duke folur me Xhoi Malsian për udhëtimet në Trip Top në Top Albania Radio, siç do të diel ora 18 deri në 20 me muzikë super të lezetshme, me të ftuar super të lezetshëm, me eksperiencë. Gabim, si kemi thënë, në Top Albania Radio nuk ka muzikë lezetshme. Ka muzikë. Fjala jote që përdor ti. Selektive. Jo, më fjala që përdor ti speciale, pra ka muzikë speciale. Marion si më lexon ke vënë re ti. Lexoj më se e shkruan ti, prandaj e lexoj. Ti ke parti. E tha mirë në Trip Top. Jo, nuk do themi asgjë sepse i ftuari na tha një gjë interesante, po ëndërronim kohë të lirë se mundsi kemi, tha, nuk është ekonomia nuk na mungon, tha, po koha na mungon. Dhe udhëtimet e tij ose destinacionet e tij. Prit se kjo batuta duhet lëshuar. Çfarë do thoje? Jo, nuk do thoj. Po nuk thosh Delimira, nuk thotë gjë, nuk na i kthen. Lokacionet ishin Azia, Kuba dhe Meksika. Po.
nëse mundësitë e kohës do ishin në dispozicion. Azia të intereson për ushqimin, më the? Jo, Azia është një eksperiencë më vete për Japoninë, meqense po flisnim për Japoninë kam para shumë gjëra që të krijojnë shumë brez, domethënë për shembull, pash një moment që po rikonstruktonin një pjesë të rrugës, edhe punojësit e bashkisë ose komunës çfarë kanë ata, edhe njerëzit që kalonin merrnin dhe i sqaronin që zotrin ju lutem, ju kërkojmë falje, edhe kujtohet se çfarë ndodhte në Shqipëri që bërtasin mondo sillej çikazmën dhe kupton një kazën 4 veta. Nuk e di kur edh karburant, ishte një person që drejtonte, të falenderonte, të pastronte makinë. Ky element domethënë ka funksionuar gjithmonë edhe këtë e kuptuam, po në Kuba Kuba jeton disa dekada mbrapa në kuptimin e makinave që përdorin, në kuptimin e është për shkak të prapambetjes nga sistemi për afërt komunist që ata kanë. Janë embargo të shkretët 2 breza. Okej, është për fajt regjimit, sepse nuk është një regjim bashkëpunues me parimet e tregtisë lirë, po që mos kalojmë politik, arsyet janë krejtësisht sociale. Në këtë fatkeqësi, kjo fatkeqësi ka bërë që ndodhi, kjo fatkeqësi ka bërë që ata të mbeten aty ku i kalon historia, pra vitet 40, 50, 60. Po shiko çfarë absurditetesh kanë në Kuba. Një shofer taksi fiton më shumë se një doktor. Doktori fiton $20 në muaj, nëse konvertohet valuta, një taksist mund të fitojë edhe $1,000 që janë një mrekulli. Po sepse merr lekë e turistit. Ky është absurdi që sjell sistemi. Ka akomatollona. Ka vështirësi goxha, po për shembull. Dhe kjo të kuriozon, do të kthesh mbas në Kome, sapo kuptoj. Dua të shkoj në Havana të marr një mojito edhe një. Dhe të këndosh Havana Loka. Domethënë dëgjoj muzikë. Si Hemingway, dhe të shohësh ti nga deti, fa. Besoj është një trip që do ja bëj. Ja vlen. Meksika ndërkohë do të fillosh deti të merresh me në një. Meksika ka plazhe të pafundme. Për plazhe. Po, edhe nuk e di, jam kurioz për të parë edhe këto vendet azteke ose piramidat, domethënë Meksika është një përplasje pafundme. Është kontinent, mos e harros, është në rregull. Nuk mjafton, nuk mund të jesh turist i thjesht kur shkon në Meksik. Të duhet realisht aty vërtet shumë kohë. Atje duhet kohë. Pra minimumi besoj një 2 javësh duhet për të eksperimentuar disi. Nëse nuk zgjedh një resort turistik plazhe. Atë zgjedh edhe këtu në Turqi, po. Po pret flasje. Jo, po ju dëgjova me vëmendje dhe disha po mendoja, thash për sa kohë që kam bërë programe të përditshme dhe kam bërë shumë në karrierën tënde. Po në karrierën time. 20 vjeçare gati po. Tani më po 12-13 vjeçare, nuk kam pas mundësi të udhtoj dhe zgjidhja vetme ishin fundjavat. Tani kam gjetë një zgjidhje të re, për shembull kur s'kam shumë lek. E bëj vajtje ardhje. Brenda ditës, po. Ose kur duhet të mbaroj në punë, në Milano ose në Rom, ku ka udhëtime brenda ditës dhe ti mund të shkosh. Unë kam shkuar në Bari për shkak brenda ditës. E ke menduar ndonjëherë që duke qenë se i kufizuar këto udhëtimet e shpejta të vogla të një fundjavë mund të ishin një zgjidhje e mirë për të dalë pak nga rutina? Jo, dhe ja ta shpjegoj. Un kam një urrëtie të madhe. Kjo është nga pathologjia, nga profesioni që zgjon, ja do ta them. Ka një grup në Shqipëri që ma caron, domethënë janë këta që kanë fundjavën pushim, ju bie edhe një ditë një festë zyrtare që për këta është mrekullia. Që kapi dhe të premte, apo dhe të hënën. Dhe këta janë me xhirim gombash, domethënë si ato makinat që të lëshohen, e kupton, 3 ditë në Turqi, 4 ditë atje, e ke parasysh? Sa konkret që e ndëron një gjë. Çfarë problemi kishe me këtë kategori? Këtë kategori unë urrej, domethënë, po më duket. E xhelozon më shumë se urrej. Se këta punojnë më pak se ne, domethënë, punojnë përgjithsisht në shtet kjo kategori. Okej. Marrin 700.000 lekë rroga bazë. Po, gazetari sulmon administratër. Lajmin e bëre vetë, ja titull, ja koka. Ja regjia koka është kjo, apo e tha Ariola? Një pjesë të administratës e urrej për këtë, domethënë janë natyrë mos kokçarse në raport me punën,
Edhe gazeteria është një profesion. Po pse çfarë do bëjmë, do punojmë në fundjavë? Pa edhe të presë robi kështu, hajde të ikim. Po kur kap edhe në një fest mbi festën. Po ajo është mrekullim që i bie fundjavja njefa i tënë. Po pse ti nuk e sheh vetë si opsion fundjavë? Sepse mendoj që udhëtimi duhet të ketë një sens, domethënë nuk mund të jetë KPI. Nuk mund të jetë kaq e planifikuar. Do është një gjendje që duhet ta ndjesh, që ke nevojë të shkosh diku. Nuk ka pse të varet nga 2 ose 3 ditë pushim. Duhet të jetë diçka që të ndodh normalisht, të shkrepet për një udhëtim. A do të thotë kjo Xhoy që ti nuk udhton shumë? Jo, udhtoj goxha. Pra që ti kërkon një motiv për të udhtuar. Udhtoj goxha, po nuk e shoh kështu, pap, ta kap të fundjavë. Se ti je motiv i jetës udhëtimi tim. Po. Dhe thjesht na caron. Do udhtoj në një mystery trip? Kohët e fundit, ja ta shpjegoj. Me një mister, me një burr të thuaj. Ja, mister, një udhëtim me mister, si quhet Mystery trip. Janë shumë popular, janë shumë të i përdorin njerëzit. Ti paguan, por nuk e di ku do shkosh derisa shkon tek dera avionit. Po ta agjensit apo e di një nga grupi. Vetëm koka e agjencisë di, ai që do të shoqëroj. Ai udhëtimi që bëre ti, që se di ku do shkoj. Po më pagova 199 euro dhe më than, hajde do ikim dhe ikëm. Zbulova ku isha vetëm kur i ban avion. Po shikoj si ides më duket keq, po prap vim ke koha. Mi ta thot ajo sa ditë patjetër. Dgjoj, duke qenë se prap dalim ke koha, ajo që po diskutonin pak më parë. Do të thotë kjo se e preferon Shqipërinë, pra lëviz në përgjithësi në udhëtime fundjavë në Shqipëri? Goxha. Mal det? Det në verë, mal në dimër. Ka shumë gjëra që krijohen dhe kështu si Petrën, për shembull, Dërmiu, ose në një destinacion që sa herë shkosh nuk të mërzitet, Korça dhe Dërmiu janë 2 vendet që shkon shpesh. Shkoj shpesh. O mërzite? Jo. Okej. U lodhe? Jo. Pak ndirësitë se jeni kështu. Vetëm një gjë më bën përshtypje në varësi të ftuarit. Për shembull, për Venecën nuk folëm fare. Ua, tamam do të një gjë për Venecën. Për çfarë kemi folur? Ta bëjmë në çerekore pastaj. Venecia është një vend i krijuar nga halli. Domethënë ata ngulën pilota drurit në vende që ishin pak në sipërfaqe të ujit. Pilotat nuk janë ata që japin makinës apo formulave. Pilotat janë trungje. Trungje që zhyten në tokë. Trepër. Po, edhe nga ky fakt domethënë është me të vërtetë habitshme si një vend që u krijua për hall, për të mbrojtur nga fiset gjermanike, nga hunët, domethënë që në shekullin e 5. Ky vend arrin që të kthehet domethënë në pushtues botrori ujit. Pa burime ujit, do të thonë një vend që krijohet pa patur ujë të pishëm. Është përdor ujë shiut për shumë kohë për konsum, se nuk, do të thonë, është kulmi i mbijetesës dhe të arrit bëhet në një kryeqendër tregtare, politike, ushtarake, artistike në vitet e fundit ka aktivitete. Në lidhje të drejtë për drejtë me shqiptarët, se kanë qenë shumë të lidhur me shqiptarët. Më çudit, domethënë, edhe më bën të mendoj. E nuhasje këtë gjë kur ishte, e di regjia që po e te i kalojmë kohën, vetëm 1 minutë më lejo. E ndije këtë që sapo the këtë histori kaq të veçantë të qytetit Venecias, e ndjeje kur ishe në Venecia? E ndjem, për shembull, duke ardhur rrotull Venecias pash rrugicën e shqiptarëve. Po, Cala degli Albanesi. Do të thënë, unë nuk e dija që kishte një rrugë që do të thënë e gjeta shumë rastësisht shkolla e shqiptarëve. Gjithashtu pyesin qytet, thonin që ka 500 vite që vinin. Ka komunitet lash shqiptar. Ka për ta sjellë aktuale ka shumë pronar shqiptar, biznese, restorante, biznese janë shqiptar. Edhe sigurisht që e ndjen, domethënë. Ne kemi një djalë politikan me emër Biragu, është një djalë me origjinë nga mos ta them origjinën se mos bëj ndonjë gabim, dhe është nga politikanët më të afirmuar në Venecia. Është në rang bashkiak, por shumë i lartë, shumë i lartë, nuk e mbaj mend titullin që ka. Ta marrin një intervistë. Po patjetër ta jap si kontakt. Përshëndesim nëse na dëgjon, e presim të na vinë në studion e Xhoy. Po pra në studio, Gjithsesi Xhoy, ishte shumë kënaqësi që do të kishim sot në program. Faleminderit që ndave eksperiencat të udhëtimeve të tua dhe pak nga ajo që ndoshta publiku nuk di për ty, se kjo udhëtimi gjithmonë është udhëtimi nxjerr në pa karakteristika të personazhit. Faleminderit dhe uroj mos t'ju kem bezdisur.
Shiko, unë nuk do të ftoj më, po që flasim në një emision tjetër. Gjithmonë shumë kënaqësi të kemi në studio Joy, edhe njerë suksese me programin tënd në Top News edhe me heroizmat. Ishte vërtet kënaqësi, një mik e kemi lënë për basketbol, kemi një 4 vjet, po akoma se kemi realizuar. Bashkoni u çuna. Si? Zvjen për basketbol. Zvjen Arioni, është shumë i zënë për palestër. Do t'hidhemi tani tek Fedez dhe Marco Mazzini, të cilët u bashkuan për të shkuar në Sanremo, por risollën edhe këngën e famshme të Marcos, Bella Stronza. Grazie. S'duam ne rikthehemi në studio sepse 2 orë të dashur miq jemi së bashku me ju që prej orës 18 deri në orën 20 aty po afrohemi avash poko akoma do thosha, akoma nuk kemi mbritur, ende nuk kemi shkuar. Kemi kuriozitete, ne tham në fakt dhe bëm këtë gjë në hapjet e emisionit që fokusi i edhe bashkëbisedimit që do të kishim patur me të ftuarin tonë do ishte Venecia, kemi dhënë disa info në hapje për Venecën, po dhe një copës të vogël e prekëm. Po, një copës të vogël të Venecës e prekëm edhe me të ftuarin tonë, sepse biseda na çoi në shumë dimensione dhe në shumë rrugtime të tjera. Po, në shumë dimensione të tjera. Kostot. Shkojmë te kostot. Ushqimi, Arion, ushqimi në ditë në Venecia shkon ke 20 deri në 40 euro plus minus. Ja, më shumë. Po cheap pra. Kjo është ushqimi cheap, po ta ashtë marketi brenda thotë, okay. Normal shkon ke 40 euro për person deri në 80 euro, konsiderohet normale. Na erdhi informacioni brendshëm që një picë në Venecia ka shkuar 40-45 euro një margherita. Ku qa flet më? Pa, në pjaca... Me inflacionin ditëve të fundit? Mos i shif çunat e regjisë, ata na i komunikuan, po një pizza në Ponte di Rialto, pra në një nga zonat më turistike të Venecias ka shkuar aq pica. Shisa interesante është kjo për shembull, dhe kjo është e vërtet. Një kafe për shembull nëse e konsumon Boge Banaku, ti mund ta blesh 1-2 euro. Nëse ulesh, po flas për shembull në Piazza San Marco që unë vërtet e pash, 14 euro një kafe. 14 euro një kafe. Një kafe, një macchiato, një cappuccino, një ujë, pagon edhe 100 euro dhe i përshëndet ashtu siç i pe, ashtu dhe i përshëndet ato 100 euro. Transporti në Venecia, një vaporetto ose autobusi ujor që quhet shkon 7 deri në 10 euro për udhtim. Xhan po bëre abonem? Të leverdis më shumë të lëvizësh në këmbë. Nëse i vetmi udhëtim që do të bëja me vaporetto apo këshill, duke qenë se un kam bërë edhe një pjesë të shkollimit tim në qytetin e Venecës, do ju këshilloja nëse mbrini në stacionin e trenit nga aeroporti, të merrni vaporetton vetëm nëse doni të shkoni menjëherë në Piazza San Marco. Pra nëse nuk doni ta bëni në këmbë vajtje në Piazza San Marco, po doni të shkoni në Piazza San Marco, që është pjaca kryesore, dhe më pas të ktheheni nëse do të largoheni nga Venecia apo prap nga stacioni të ktheheni në këmbë. Vetëm në këtë rast. Nëse do bëni një pas për 2-3 ditë, ata që do shkojnë 2-3 ditë, për shembull mund të bëjnë një pas, një abonim që tham, diku ke 30 deri në 50 euro. Kjo është një gjë interesante. Unë gjithsesi në Venecia. Por gondola duhet përjetuar. Ja, shumë e shtrenjtë. 80 euro, shumë e shtrenjtë. 80 euro tani më duket si po ti vjedh. Gjithë Venecia aty bazohet ke gondola. Okej, por nëse je me një vajzë e cila do të bëj ca foto. Është shumë turistike, është kthyer totalisht në një gjë 100% turistike. Nuk ka më vlerën që ka gondola. Mos e blej një maskë aty, shkove, s'bleve një maskë. Por për çfarë po shkon? Pas 10 minuta nuk ri në gondola. As 10 minuta nuk ri. Në gondola? Pa 40 minuta në gondola të vete 40 minuta në gondola të vete 200 euro. 20 minuta Arion. Tani 20 minuta gjithë ato lek. Bravo Denis, mban balancat. Atraksionet dhe aktivitete në muze, në pallate, le të themi të veçanta, shkon diku ke 15 deri 25 euro në Doge Palace. Po, në pallatin e Dukës. Pallati që ishte në fakt pallati në cilin bëshin gjykimet. Okej. Unë vizitova nga brenda, ka qenë një mrekulli Arion. Shumë i bukur, unë kam vizituar. Ëndër 20 euro shkon, pak a shumë. Dhe shumë vende të tjera pastaj janë edhe falas që mund të vizitoni. Kjo ura është shumë e famshme. Ka ndryshuar, kjo është Ponte di Rialto. Këtu janë të gjithë bizneset që sher rreth e përçark kësaj ure, janë të gjithë shqiptar. Le të themi që 78% mos më shumë janë të gjithë biznese shqiptare. Vetëm se ishte shumë e populluar. Flisni shqip, ju të dashur miq, flisni shqip në Venecia kur futeni në për ambiente, në për hotele, në për restorante, sepse me shumë gjasa do ju përgjigjen, sepse punëtoria është shqiptare, po dhe pronarët në pjesën më të madhe të rasteve janë shqiptar. Një gjë që unë doja t'ju këshilloja, sepse së fundi ka ndryshuar regjistracioni, mendoj këto 2 vitet e fundit nëse nuk gaboj ka ndryshuar, në Venecia nuk lejohet më të konsumosh ushqim në këmbë.
Pra nëse ti je në Piazza San Marco sidomos dhe ke marrë ushqim me vete, sepse italianët e kanë si proces që kur shkojnë në Venecia, eksakt, ka gjob. Konsumonin ushqim në Piazza San Marco, është hequr ushqimi për shkak se pëllumbat mblidheshin me qindra dhe shkaktonin pakënaqësi për pjesën tjetër të turistëve. Kështu që mos konsumoni ushqim në këmbë në asnjë formë Venecia, se ka gjoba. Ka dhe shumë kuriozitete për Venecian, kështu që Arion, me qenë se jemi vonë me kohë të lexojmë ca. Qyteti qëndron mbi dru, ajo që tham, nuk ka makina fare, domethënë qendrën historike nuk qarkullon kokër makine, as motori dhe as biçiklete, dhe transporti bëhet vetëm me varka ose me këmbë. Është i vetmi qytet në botë, ose mund të jetë një nga të vetmit, që është pa trafik rrugor. Imagjino. Nuk ka makina. Fundosen gradualisht. Arion, është duke fundosur, po çdo vit më duket 1-2 milimetra. Ulet bashkë me nivelin e detit dhe krijon përmbytjet e famshme që i kemi dëgjuar për Alta Venecia, është edhe një term që quhet uji i Venecias, të gjithë ata që janë në qytetin e Venecias dhe jetojnë rregullisht atje, kanë çizme në dimër, i mbajnë aty me vete se e dinë që mbytesh edhe do ecësh në këmbë se s'ke mjet të tjera. Është vërtet, por dikur as ura nuk ka pas, sot ka 400 ura. Në fillim ata lëviznin vetëm me varka, por urat u ndërtuan më vonë kur qyteti u rrit dhe elbet do bënin dhe tregti. Adresat janë konfuze sepse nuk ka një sistem klasik rrugësh si qytetet e tjera. Arion, bazohet në di rrugën, rrugicën, që s'ka një logjikë performance si e. Ama ju jap të këshill tjetër. Unë kam jetuar Venecën pothuajse 3 vite për ditë. Humbni rrugën në Venecia. Të humbësh rrugën në Venecia është një nga pasuritë e Venecias, sepse duke humbur rrugën ti do të kesh mundësi të shohësh rrugica, kale i thon ata, të cilat nuk do në spanjisht është kagje. Lloja lexon. Po kale thon, italianët e thon kale. Kagje. Po. La kagje, dhe në rrugicat e Venecias do shihni mrekullira vetëm nëse humbisni, sepse nëse ndiqni rrugën klasike do ta keni gjithmonë plotë për plot me turist, ndërkohë këto rrugicat e vogla ku ka puse të vegjël të cilët përdoreshin për ujin dhe mund të shkrepni foto të mrekullueshme. Sa kod kemi Google Mapsin, s'ka si ne. Ka një ishull fantazëm ama në Venecia dhe konsiderohet si një nga vendet më të frikshme në Itali. Arion, ishte karantinë koha e Murtajës atëherë, u bë një spital psikiatrik, sot është i braktisur, nuk e viziton njëri. Ekzistojnë legjenda, po. Është pronë private. Që një doktor ka vrarë dhe veten dhe thuhet që shpirtra jetojnë aty. Shumë afër Venecias. Kur shkon në Venecia me vaporetto nga aeroporti mund ta shohësh në të djathtën tënde nëse nuk ka bëj këtë ishull të braktisur. Nuk ka mace dhe ky është një problem. Nuk ka mace. Nuk ka shumë. Sigurisht që ka mace. Nuk janë ai shumë. Por është një problem se do thoni juve, sepse historikisht macet kanë mbajtur nën kontroll miq, Tomi dhe Jerry nuk janë aty vetëm Jerry. Tomi dhe Jerry ka pas shumë episode në Venecia. Vërtet? Po, kartuni Tomi dhe Jerry ka pas shumë episode në Venecia. Shumë episode, ka pas madje një nga episodet më të famshme, që është ai që këndojnë muzikë lirike në Venecia ata. Do ta kujtoj mbas reklamave. Ole mio, bravo, ajo është ajo që kujtove ti. Shkëputemi, kthehemi pas pak. Jo, vazhdo këndoj se kam qejf ta dëgjoj. O sole. Ju me ne dhe ne me ju të dashur miq për 2 orë. Tani më kemi mbritur në fund të emisionit, por nuk shkëputemi pa dhënë kuriozitetet e Venecias. Ky ka qenë fokusi. Arion Muçaj po ju flet në këto momente në mikrofon. Ariola Sheu po bëhet gati për të lexuar këto kuriozitete dhe një prej kurioziteteve ma bëri spoiler sepse nuk e kisha lexuar në skalet, duke qenë se skaletën sot e ka përgatitur mjeshtëria e vet Ariola Sheu. Gjithsesi flasim për legjendën e urës së psherëtimave. Është ndoshta historia më e famshme romantike e Venecias, Arion, por ka një twist paksa tragjik, sepse në realitet ura lidhet Doge Palace me burgjet. Këtë do të thonë vendin ku gjykoshin me burgjet dhe të burgosurit kalonin ke kjo ura, që duhet vizitohet patjetër nëse shkojnë në Venecia, kalonin aty për herë të fundit dhe psherëtinin. Dhe reagimi ishte kështu për ata që po na ndjekin në Instagram dhe në kanalin 10. Sepse ishte hera e fundit që ata shihnin dritën dhe lirinë. Por me kalimin e kohës historia u bë romantike, sepse thuaj që nëse një çift putheshin në gondola poshtë urës në perëndim të diellit dhe vazhdojnë të puthen. Ajo ishte hera e fundit që ai ishte dritën. Se e martonin pastaj. Dashuria e tyre do ishte e përjetshme. Domethënë, nëse një çift puthej në gondola,
Iku e kemi në gondra është në Venecia gondola po. Pra duhet puthesh poshtë. Edhe ura ishte në perëndim të diellit. Duhet perëndonte dielli. Dashuria do të jetë e përjetshme. Përjetësisht të dashuruar. Po, dhe do i varrosnin bashkë të shkretët. Ky ishte një nga kuriozitetet. Venecia ka kuriozitete pafund. Mos hezitoni nëse ende nuk e keni vizituar një nga qytetet më të bukura në botë, bëheni sepse Venecia meriton vërtet. Këshilla që dash edhe në hapje për gjithë ata që ishin me ne që prej fillimit, po kam dëshirë ta përsëris për ju që jeni lidhur tani në këtë momente me ne, është mos shkoni më shumë se 2 net në Venecia. 3 ditë mjaftojnë për ta parë Venecian ose më saktë për ta shijuar. Ta themi edhe këtë legjendën e ishullit Poveglia quhet? Poveglia thua? Si është kjo historia? Një nga historitë më misterioze dhe më të errta është ky ishulli i braktisur, pra që thuhet se gjatë murtajës njerëzit e sëmur dërgoheshin këtu dhe shumë nga ata nuk dilnin më. Mati ka një histori për një doktor që u çmend dhe u hodh nga kulla. Dhe ky është sot një ishull i braktisur dhe konsiderohet maledetto. Po, jo vetëm Venecia ka dhe Marano, një nga ishujt e tjerë ku përpunohet Murano, po edhe Marano, po është lokacion tjetër. Burano dhe Murano. Po, e the shumë saktë ku përpunohet Qelçi. Pse do thoni ju pse si ka mundsi? Ka det, ka rër, Qelçi del nga rëra, përpunimi i rërës, kështu që ishte një mrekulli kur e vizitova, domethënë kush kushtonin këto fabrikat që shkoi të bëj vizitën duhet ta pagoje. Domethënë po të improvizonin aty. Po pra, kapje një 15%. Por ta improvizonin aty, punonin një qelç, diçka, krijonin dhe pastaj e servinin dhe ti dhe mund ta blije. Mund edhe ta blije, ç'a thëmë. Ti bleve gjë? Sigurisht e bleva. Do shkoja duar bosh aty. Bleva maskën. Bravo ti. Unë kam vajt plot herë në Venecia, asnjëherë s'kam bler asgjë, maskat më të bukura i kam bler në Shkodër, se mos ta harrojmë se. Si më qen ti nga Gjirokastra jo? Unë kështu jam, më vjen keq, nuk harxoj lekot, maskat më të bukura i kam bler në Shkodër, se i kam bler me 1/3 e çmimit, kështu që edhe ju nëse doni shkoni në Venecia, po gjithë maskat kur të shkoni për në Shkodër aty t'i blini. Dhe mos harroni, hiqeni maskën e madhështisë. Arion, kemi ardhur dal nga dal në fund. Jo, nuk kemi ardhur as nga dal, se 2 orë ndjeva të vërtetë, nuk është se nuk i ndjeva, por gjithsesi jam kënaqur, sidomos me bisedën që bën me të ftuarin ton, meqense e kishim dhe na tregoi për udhëtime të shumta, edhe jo vetëm për Venecin, por gjithashtu jam kënaqur shumë edhe me muzikën që ti ke përzgjedhur. Ishte muzikë shumë e mirë. Ishte speciale. Tatuazh ti që ke jetuar në Itali për mua është një konsiderate jashtëzakonshme. Sidomos ajo kënga që të identifikonte. Pra atë ishte fjalën. Kështu që ne do të rikthehemi ditën e diel si gjithmonë orën 18:00 me Arion Muçën, Ariola Sheun dhe Trip Topin special me një tjetër destinacion. Ku do fluturojmë javën e ardhshme? Do ta zbulojmë vetëm të dielën. Deri atëherë, ciao ciao. Ciao ciao.